Policia ka blokuar gjërësisht vendin e ngjarjes në Osternburg. 4 persona kanë humbur jetën pas një sulmi me armë zjarri në Oldenburg. Sipas hetimeve të para, një burr vrau një grua dhe 2 fëmijë dhe më pas kreu vetvrasje. Policia po zhvillon hetime në lagjen Osternburg ku ndodhi krimi, ndërsa rruga është bllokuar për siguri. Të 4 viktimat u gjetën pa shenja jete në një shtëpi dhe hetuesit janë ende në fazën fillestare të hetimeve. Deri më tani, identiteti i tyre apo motivet e aktit ende nuk janë bërë të ditur.